Ky është sekreti që e bën kondicionerin në shtëpinë tuaj të harxojë sa më pak energji elektrike. Të shumt janë ata që përdorin kondicionerin për ngrohje gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Edhe në të vërtet, një pajisje që mund të ngrohë hapësirat, por duhet të ndiqni disa hapa bazë për të patur performancën më të mirë dhe për të mos pasur nevojë për të djegur më shumë energji elektrike. Shikoni 3 hapa të rëndësishëm për funksionin më të mirë të kondicionerit tuaj. Sigurohuni që ajri të mos shpërndahet nga kondicioneri. Çdo gjë që mund të ketë një ndërprerje të rrjedhjes së qetë të ajrit nga kondicioneri, për shembull, një mobilje e gjatë ose një raft, duhet të zhvendoset. Rregulloni hapësirat e ajrit të kondicionerit në pozicionet e duhura. Ju e konsideroni drejtimin e ajrit të jetë veçanërisht i rëndësishëm për funksionin e duhur të kondicionerit. Duke rregulluar lart, hapësira do të jetë më e ngrohtë dhe më e mirë. Mbyllni dyert e dhomave ku keni vendosur kondicionerin që e keni ndezur, pasi kështu do të kurseni edhe më shumë energji elektrike.